E njohim gjeografin, por ka shumë gjëra që nuk i dim rreth fushave të studimit të tokës si gjeologjia. Për këtë fushë do të flasim sot me Rinë Preniqin, e cila pasionin për tokën e ka kthyer në profesion. Rina, mirë se erdhe në Narracion. Faleminderit shumë për ftesën, jam e nderuar. Çka ju ka frymëzuar të zgjedhni pikërisht gjeografinë si profesion? A ka pasur ndonjë moment kyç që e ka forcuar këtë vendim? Unë edhe kur jam qenë në shkollë fillore, në shkollë të mesme, gjithmonë e kam pasur atlet me i studiu dhe me i kuptu lanë cilat janë më të kapshme, më konkrete, duke rrjedhë proceset që i sheh me sy. Edhe prej që aty ka fillu qefi jam për gjeografinë. Do me thonë nuk kanë lanë që çdo njësi që e ke mësu ke mujt me studiu, me pa dhe proceset e saj me i pa me sy. Që aty ka fillu qefi jam për gjeografinë. Po një faktor që e ka nxit shumë për me zgjedhëm në që dek për studim, u kanë edhe aspekti lidhjes me islamin. Qysh e dim, do me thonë shkenca gjeografisë në vitet e arta të islamit, është kanë shkencë shumë e studiune dhe shumë e vlerësune, edhe ndër dietarët më të famshëm arab, kanë bo studime të jashtëzakonshme të gjeografisë qysh në vitet e hershme. Për shembull, unë kom gjetë ndërlidhjen edhe me Kur'an, me ajetet e Kur'anit, ku për shembull surën Nebe, Zoti thotë, a nuk e bëm na tokën të përshtatshme për jetë edhe kodrat shtylla. Edhe është një shkrimtar, Frank Press, i cili ka shkruar një libër edhe e ka zbulu vite pas shpalljes të Kuranit, e ka zbulu që kodrat funksionojnë si shtylla në tokë. Do me thonë Mali Everest është 9 kilometra i gjatë, pothuajse 9 kilometra i gjatë, edhe shtrihet 125 kilometra në tokë. Do me thonë në aspektin e shkencës, Mali Everest funksionon si shtyllë. Edhe kjo ndërlidhje me Kuranin edhe me fenë, më kanë nxit jashtëzakonisht me studiu shumë, për shkak se është parim që e kum besu, edhe kum dashur me pas lidhjen edhe ka aspekti personal i besimit tam. Kështu që qëtojnë kanë disa ndër arsyet pse kum zgjedh shkencën e gjeografisë. Moment kyç nuk është që kum pas, do me thonë ka shku të ndërtu gradualisht, ama besoj që një shtysë e madhe kanë që kjo shkencë shumë pak e studiuar në Kosovë pe femnave. Do me thonë dominon jashtëzakonisht shumë gjinia mashkullore, edhe studime kur im kanë edhe unë, do me thonë prej 80 vetave në vit parë, jemi kanë dikon 25-30 femna. Masanej në vit 2 kanë dalë më pak, në vit 3 më pak, po është shkencë që studiohet shumë pak prej femnave. Një faktor tjetër që më ka shty me zgjedh gjeografinë u kanë që është pas si shkencë që keq ka mundesh me bë me dhanë mësim në shkollë. Do me thonë standardi i Kosovës është që kë, edhe në fillim kushdo që më ka pyet çka ke zgjedh me studiu, i kam thonë gjeografinë, më kanë thonë ani mirë, pas ke me dhanë mësim në shkollë. Kam dashur me ja vërtetu që gjeografia nuk është veç e kaq. Gjeografia në vende të tjera të botës është shumë më shumë. Fatkeqësisht na mundësit i kish shumë të kufizuar dhe njerëzit mendojnë që po e kryeti gjeografinë kimë përfundu veç në shkollë të dhanë mësim. Edhe pse kjo është detyrë e shenjtë, do me thonë mësimdhënia është në adina që unë konsideroj personalisht që mjekësia dhe mësimdhënia janë ndër profesionet më të shenjta në botë. Po me ja vërtetu që gjeografia nuk është veç mësimdhënia. Gjeografia është shumë më shumë se aq. Gjeografia është diçka që na rrethon çdo ditë, edhe diçka që ndërveprojmë gjatë ton kohës. Gjatë studimeve, a jeni përballur me paragjykime për shkak të mbulesës? Si e keni përjetuar dhe ka përcyer këtë pjesë? Unë zamir studimet bachelor i kam përfunduar në FSHM, në Universitetin e Prishtinës. Studimet master kam vazhduar në Universitetin e Kamerinos në Itali, edhe të njëjtën kohë kam vazhduar një master dytë në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës. Do me thonë, i kam pas eksperiencat pak a shumë të larmishme me profesorat ndryshëm edhe të vendeve të ndryshme. Në bachelor në FSHM, kur e kam fillu vitin e parë, ka pas profesora që më kanë paragjykuar shumë. Do me thonë, nuk e kanë ditë sa jam e aftë, nuk e kanë ditë sa jam e gatshme për studim, kanë menu që menoj, bindja në Kosovë është që femnat me mbulesë nuk janë zojat, do me thonë janë veç me najtë në shtëpi, në kujdes, më mësu për punë të shtëpisë sa në tilla. Edhe kam pas paragjykimin që nuk jam e zoja, nuk jam e aftë. Edhe ka pas profesor që, do me thonë, civiken ligjërat semestrën e parë, me njëherë një pyetje bëj ke mu drejtë ke mu, që u rinë thuje përgjigje. Do me thonë, veç me më testu, a jam angazhu në as jam. Po, me kalimin e semestrave, profesorat e kuptun që jam shumë e përkushtune, që po studioj edhe po e jap maksimumin tem, edhe fillun me ndru qastjen. Padyshim që ka pas profesora që më kanë paragjykuar në vazhdimsi. Për shembull, e kam pas një problem që unë deri në vit 3 mesatare ne kisha mi 9.5, do me thonë notat maksimale, po në vit 3 rastisht një land as 6 nuk më isha me marr.
Me thonë, është diçka që për mendimin tem nuk ta kap trunja. Nëse 30 lanë ti ka arrit me marrë 90 shekret, sa janë gjasat që një lanë caktune mëse mujt me marrë as 6. Edhe vazhdimisht bëj shapi provimit, 5-6 herë. Qaj profesor më ka paragjyku shumë, ka pas dhe me thonë paragjykime për profesorave të ndryshme, po fatmirësisht nuk kom pas diçka probleme të mëdha qysh e dina që kam pas femnat me mbulesë. Fatmirësisht jam respektu për i profesorave, kur e kam pa që jam angazhune dhe jam tu e dhonë maksimumin tem, edhe kjo kanë një aspekt i mirë menoj. Po, për çudi tem, kur kam vazhdu masterin në Itali, aty u ka ndryshim komplet i situatës. Dhe me thonë profesorat, as nuk e kanë këqyr mbulesën që e ki, dhe me thonë nuk ju ka interesu as pak. Heq, këtë që ju ka interesu, u kanë apo i aftë, apo mundesh me u përkushtu në lanë që duhet, edhe apo mundesh me arrit rezultatet e lantës që është e parapane. Dhe me thonë, qasja aty u kanë e jashtëzakonshme, jënë kanë tepër tafërt me mu, jënë kanë shumë vlerësus, edhe për kontrazi kanë vlerësu tepër shumë faktin që jam e mbulun, edhe kanë respektu në maksimum. Për shembull, kemi pas raste ku kemi dalë në terren, se unë si geografe, geologe, kemi pasë dalje në terren, vizita në terren, edhe ishim për shembull në Sicili, shkojshëm 7-8 në terren për shkak me hulumtu llojet e gjeologjisë, të shkëmbimeve dhe aspekte të tilla. Edhe për shembull nëse këtë profesorat unë mbledhshin me pi alkool, nëse më shifshin që unë jam që aty, nuk e pishin. Me thonë, e kanë respektu, sado që ata kanë pak një uri për fe, e kanë respektu maksimalisht vendimin e tjetrit. Mas nej edhe në fakultetin e edukimit master, kam kalu shumë mirë, profesorat jënë kanë shumë mbështetës, sidomos profesorit Omar Qela, kum pasë mentor temës edhe jam të bashkëpunu me ta për disa projekte të radhës. Ajo kanë tepër mbështetës, u kanë shumë, është sjellë shumë mirë me mu, më ka motivu edhe më ka shty gjithmonë. Në fakultetin e edukimit, kam kalu shumë mirë me profesorat jënë kanë shumë mbështetës, sado që këto jam kon pak si part-time, për shkak se isha të njëjtën kohë në 2 universitetet u studiu, edhe këtu jam kon pak më kufizune, po profesorat janë kon shumë mbështetës. Profesorat janë kon shumë të mirë, sidomos profesorit Omar Qela, e kom pas edhe mentor në temën e masterit, edhe kemi vazhdu me bashkëpunime tutje. Është kon shumë mbështetës, është kon shumë përkras, edhe thjesht nuk ju ka interesu mbulesa, ju ka interesu veç sa jeti aftë me dhonë edhe sa jeti angazhune. Kur keni qenë jashtë Kosovës, a keni ndjerë mungesën e vendit dhe si e keni përballuar atë? Po shumë. Unë jam njëri shumë që e ndjej mungesën e familjes, edhe jam njëri që nuk muj me funksionu nëse jam larg anëtarëve të familjes e larg njerëzve që i du. Eksperiencën tam të parë, kur kom shku jashtë shtetit, kom shku në Graz, Austri, kom fitu bursë për shkëmbime semestrale, edhe kisha bursën për 6 muaj. Shkova muajin e parë, fatkeqësisht si u kry muaji i parë, thash më duhet me ndërprej bursën se nuk po muj me vazhdu. Do me thonë, dita funksionoi në rregull, isha në fakultet, ligjërata, të në kohën, ditën e kalesha dyqysh, në momentin që vike mbrëmja, nuk mujsha me funksionu. Edhe në muajin e parë ndërprejta. Masanej e fitova bursën për studime master në Itali, edhe shkova atje dhe herën e parë që kom shku, 6 muaj nuk kom mujt më ardh hiq, për shkak se shkova me vonesë, vizën e mora me vonesë, edhe 6 muaj mu ka dash me i përfundu provimet me marrë bursën për vitit 2, e 6 muaj s'ka mujt me ardh hiq. U ka në periudhë jashtëzakonisht e vështirë për mu. Do me thonë që atë kohë ne kum pas një qik të motrës, një mbez të vogël, Sira, edhe më kanë shumë e lidhën me ta. Edhe merë ke malli tepër shumë për ta. Do me thonë pikit familjes, e kom dallu ata se më kanë e vogël edhe më kanë emocionalisht shumë e lidhë me ta. Edhe kisha vështirë me përballu mallin për familjen, e kisha të fejunin në Kosovë, mallin për të fejunin, mallin për gjithçka që të rrethon, thjesht merr ke mallin me një dikon të volë shqip. Çaq do me thonë që mësohesh me një ambient huj edhe është shumë e rëndë. E kom përballu në metodat ndryshme, fatmirësisht ditën jam kon shumë ngarkune, do me thonë me studime, me ligjërata të nkona, nuk kom pas kohë më mërzit shumë për të shtëpis, po mas nej në mbrëmje kisha kohë ma shumë edhe me nëjsha pak ma shumë për familjen. Më ka nimu shumë besimin Zot, besimin fe, edhe pa dyshim ajetet caktune, një ndër ajetet që më ka ndihmu shumë që atë rukëtje më kanë në surën Duha. Është një ajet Zotit nuk të ka lënë as nuk të ka përbuz. Do me thonë, unë mendoj që një jetë, varësisht besimit që e kena, mjafton me e gjetë një motiv i cili të shtyn me vazhdu tutje.
Kur më kap këmërzia përkohshme, motivi u konë domethënë që rinë së shpejti kemi kry studimet, kemi u kthy edhe kam ia vlej çdo sakrificë që jetë bë. Edhe padyshim që besimi në Zot edhe lidhja me fjalët e Zotit edhe këshillat e Zotit. Cili mendoni se është çelësi për të frymëzuar vajzat e reja që ndjekin ëndrat e tyre, sidomos në fushat shkencore? Pyetje pak e rëndë, se dallon prej personalitetit të njerëzve që ka i motivon edhe që ka i shtyn. Mu që kam ka frymëzu gjithmonë, u konë, domethënë, lidhja me fenë. Nadina që ajeti parë që u zbrit në Kur'an është ikra, lexo, studia. Domethënë, shtysa jem kryesore u konë që Zoti para se me na obligu namazin edhe obligime tjera, obligimi i parë u konë me lexu, me studiu, për shkak se edhe nëse fillon namazin, pa u bind qysh duhet për namaz, nuk mundesh me e fillu lart. Domethënë, na duhet me lexu, me studiu dhe me kqyr gjithçka të studiushëm. Motivi kryesor padyshim që shtys për mua, domethënë, u konë këshilla e Zotit që duhet me lexu, duhet me studiu dhe duhet me njoft botën përreth. Kjo ka ndërshysat kryesore. Po tash, varësisht frymëzimi vjen prej aspekteve të ndryshme të individ të ndryshëm. Unë mendoj që sidomos femnat, edhe sidomos në fushat shkencore, duhet me konë këmbgulse. Duhet mos me u step veç për shkak që po mbizotron gjenia mashkullore, edhe për shkak që po të paragjykojnë tjerët, për shkak që po thonë ti e femën, ti s'mundesh me ja dal, vani jot është tjetër kënd. Domethënë thjesht duhet mi kalu këtë paragjykimet, duhet me synu fuqishëm edhe me besu te vetja fuqishëm që mundesh me ja dal. Kur ka nisur interesimi juaj për shkencat e tokës dhe si ndodhi kalimi nga gjeografia në gjeologji? Qysh thash, interesimi për shkencat e tokës ka fillu qysh herët, domethënë shkollë fillore, në shkollë të mesme. Është lanë që mësohet për klasës 6 edhe padyshim që mendoj që e tërhiq vëmendjen e nxënësve për shkak që është lanë shumë atraktive. Kalimi prej gjeografisë në gjeologji, këto fatmirësisht janë dy shkenca shumë të afërta, dyjat janë shkenca tokës dhe janë shkenca shumë të ngjashme. Kalimi u konë gradual. Unë domethënë kam studiu në bachelor gjeografi, edhe studimet master e kam pas rreziqe dhe resurse gjeomjedisore. Domethënë është një aspekt që është shumë i integruar në gjeografi edhe shumë i përbashkët, po me specializim në gjeologji, masanej. Domethënë, kom pas lanë që janë konë të dy fushave gjeologjisë dhe gjeografisë, kalimi u konë shumë gradual, është konë diçka që kom përballu shumë lehtë edhe është konë diçka që kom pas shumë për qefi, për shkak se ndërlidhja konë shumë e madhe. Domethënë, në gjeologji më ka ndodhur me mësu 4-5 lanë diçka që janë konë 3 për mu, po prap e kum pas lehtë me përballu se është konë fushë që unë jam mësu me studiu në gjeografi edhe ndërlidhja shumë e madhe. Cili ka qenë fokusi juaj kryesor gjatë studimeve dhe a keni pasur përvojë praktike në terren? Domethënë, rreziqet kanë nënkuptu fenomenet ndryshme natyrore që kërcënojnë jetën e njerëzit. Për shembull, tërmetet, vullkanet, vërshimet, fenomenet të tilla. Edhe resurse nënkuptojnë pasunit që i ka toka edhe që njerëzit mujnë me i shfrytzu. Mineralet e ndryshme, xehet, çka do që mundet njeriu me shfrytzu në të mirën e tij. Punë terren po kemi pas shumë, për shkak se gjeografia, gjeologjia janë shkencat që duhet mu studiu në natyrë. Me thonë studimin në zyre në bibliotekë është për një pjesë caktuar teorike, po fenomenet duhet mu pa dhe duhet mu prek. Me thonë janë shkencat që studion në natyrë. Vizita në terren kemi pas shumë, sikur në fakultetin në fakultetin e gjeografisë në FSHM në Universitetin e Prishtinës, po ashtu edhe në Itali. Në Itali kemi pas ma shumë vizita në terren, do me thonë kemi pas ekspedita 10 ditë, 12 ditë, 14 ditë, ku kemi qëndru në për kampe, në për tenda, kemi dalë në terren të nditën, do me thonë unë mendoj që gjeografia dhe gjeologjia janë shkencat e vetme që nuk mundesh me i mësu nëse nuk i sheh. Për shembull gjeologjin, ke lloje të ndryshme të shkëmbimeve, edhe ti është e kotë sa dush me himi këqyr foto e video, qysh dukën e veçoritë ndryshme përderisa nuk e prek. Nuk e prek, e ki në dorë, e këqyr me lupë, zmadhan, i një mineralet të ndryshme. Dhe me thonë janë shkenca që e imponojnë daljen terren. Edhe padyshim që kemi pas shumë daljen terren, e mira e Universitetit në Itali është që jep rëndësi shumë anës praktike. Edhe kemi pas daljet shumë të terren, edhe konsideroj që praktika është aspekti kryesor që e forcon më shumë të njohurin këto dy shkenca. A është Kosova vend i rrezikuar nga tërmetet apo vullkanet? Jo, prej tërmeteve është e rrezikuar, po është në shkallë të vogël.
Do me thonë tërmetet qysh funksionojnë, janë pllaka tektonike. Edhe zakonisht ku janë pllaka tektonike të ndane, fërkimet mes pllakave tektonike e shkaktojnë një tërmet, ose një shkëputje tektonike e shkakton një tërmet. Kosova fatmirësisht është në vendin e zonave që nuk janë shumë aktive, do me thonë Shqipnia është hyn në vende që janë pak më aktive dhe më të rrezikune prej tërmeteve, po për shembull një tërmet i madh në Shqipni mundet me u ndjesh shumë lehtë edhe te na. Në çet aspekt është Kosova rrezikune, po jo, nuk llogaritet si zonë aktive për tërmete. Po për shembull për vulkane jo. Kosova i ka pas disa vulkane para miliona vjetësh, të cilat tash janë të shune dhe nuk janë aktive, kështu që jo, Kosova nuk konsiderohet zonë aktive edhe rrezikshme për tërmeta për vulkane. Si e nisët punën tuaj të parë si gjeologe? Eksperienca që kam fillu punën e parë është një përvojë shumë e mirë. Unë jam kanë tu i përfundus provimet e fundit në Itali. Isha, do me thonë, e kisha provimin e fundit geofizikës, isha të përfundu atje, edhe posh një shpallje, përmes një kolegut, më tha një koleg, tha është dojnë ta një shpallje e re, tha, nëse i interesune me apliku. Edhe posh shpalljen, aplikova, fatmirësisht u pranova, edhe në momentin që u ktheva në Kosovë, e fillova me njëherë punën. E mira e më konë që, do me thonë, në qatë punë që e kom fillu, në qatë punë jam hala aktualisht, do me thonë, kom fillu prej bazikës, është një aspekti geografisë, gjeologjisë, është software gjeohapsinor, GIS. Do me thonë, unë kom pas një huri ma të avancune për qatë fush, edhe më ka pëlqy ma shumë si fush, do me thonë, për gjeografisë dhe gjeologjisë, jam dallu ma shumë të GIS-i. Edhe mira ke që kur erdha në Kosovë, do me thonë, punën e parë e fillova në qëtë aspekt, e fillova në profesionin që pothuaj se di mas mirin, GIS, edhe me kalim në kohës shkova të avancu në pozit, të mësu punë, të mësu që funksionon gjithçka, edhe tash jam në një pozit tjetër. Kompania ku punoj aktualisht është Western Tethyan Resources, edhe pozita është Sustainability Manager. Do me thonë, çka bojna na, në fakt, kompania është kompani hulumtuese e arit edhe bakrit në Kosovë. Edhe në Ballkan, po aktualisht jemi të fokusuar mas shumti në Kosovë. Na jemi, do me thonë, hulumtim në fazat e hulumtimit për ari dhe bakër në Kosovë, zona me potencial për ari dhe bakër. Edhe puna jame aty është, do me thonë, ka fazat ndryshme të hulumtimit, po puna jame është kryesisht me sustainability. Do me thonë, i menaxhoj ekipet, këqyri sa jemi të shku konform me rregullave të mbrojtjes mjedisit, sa po ndotim mjedisin, a jemi në rregulla gjithçka që duhet me kanë me standardet botërore për mjedis. Po ashtu e kam edhe pjesën e GIS-it, ku dhënat që i marrin ekipet e terrenit, i përpunojna, i analizojna edhe këqyrim në cilat faza me vazhdu tutje. Si duket një ditë tipike në terren? Një ditë tipike në terren zakonisht duhet me fillu herët, për shkak se mas dite bëhet shumë nxehtë dhe është pak vështirë me përballu. Do me thonë një ditë fillon herët, duhet më përgatit me mjetet e terrenit, duhet me pas rrobat përshtatshme, me mangë gjata, pantolla duhet mi pas gjatë, këpuca duhet mi pas të përshtatshme, speciale do me thonë për ecje në terren, duhet me pas me veti çekiçin, busollën, lensin, do me thonë për me thy shkëmbim të ndryshëm, me kqyr orientimin, veriu, jugu, me mat aspektet ndryshme të shkëmbimve. Dalja në terren fillon duke qenë e pajisur me pajisjet e nevojshme, edhe fillon duke e ditë fillimisht zonën cilën kime shku me vizitu. Për shkak se, për shembull, nëse ekipet e terrenit kanë gjetë mostrat mira me një zonë, mostrat mira për nuk pëtoj mostrat të dhejut edhe mostrat të shkëmbimve, çka bojna na si ekip ma menaxhuese e kompanisë, duhet me dalë me hulumtu zonën dhe me kqyr ka po vinë që ato mostrat e mira. Ata është dalë me kqyrim ku i kanë gjetë mostrat e mira, çka kanë dhënë që ato mostrat mira. Prej ka po vjen trendi i mostrave edhe mostrat që i marrim, masa ne i çojna për analiza, edhe analizat na definojnë sakt zonën ka do të me vazhdu hulumtimi tutje. A është Kosova zonë e pasur me arë? Kosova është zonë e pasur me minerale të shumta, me xehe të shumta, fatmirësisht. Kosova konsiderohet si shtet me resurse të shumta, do me thonë xehe, minerale. Konsiderohet që Kosova ka shumë plumb, ka shumë zink, ka shumë bakër, ari, argjend. Tash, zonat e ndryshme në Kosovë kanë përmbajtje të ndryshme xeheve të mineraleve, po. Edhe prej studimeve
ndërkombëtare, po edhe prej dhënave që na i posedojna, Kosova konsiderohet si shtet mjaftueshëm i pasur me zeja dhe minerale të ndryshme. Si është procesi i nxjerrjes së arit nga toka? Fillimisht e kisha shpjegu qysh fillon procesi i hulumtimit edhe gjetjes zonave të pasuna me are. Domethënë procesi i parë që e bojna na me një zonë caktune është BLEG, Bulk Leach Extractable Gold. Domethënë na shkojna marrim sedimente lumore, edhe që ato sedimente lumore është një proces i veçantë i filtrimit. Sedimentet lumore që mesin pa ujë, veç llumi, domethënë grimcat ma t'imta, i marrim i çojna për analizë jashtë vendit. Edhe që ato na kthejnë rezultate të arit, domethënë kjo bëhet në pellgje ujëmbledhëse. Tash për shembull nëse e kemi një lum caktun, edhe prej rezultateve të arit po na kthejnë veç 2 degë që ati lumi, na e dina që fokusi duhet me vazhdu ka që ato 2 degë të lumit. Edhe prej 2 degëve e këqyrim cila degë ka dhënë ma shumë are. Edhe fokusohemi veç në degën që ka dhënë ma shumë are. Tash hapi radhës që është ekipet e terrenit, duhet me shku në terren edhe me marrë mostrat shkëmbimve dhe mostrat dhejot. Edhe mostrat merren me një rrjet caktune, gret 200x200 ose 500x500 varësisht sipërfaqes, edhe mostrat i çojna për analizim. Kur të kthejnë rezultatet e mostrave, definohet sakt zona që ka dhënë mas shumti ari ose bakër ose çkado që jena në kërkim në hulumtim. Mas definimit zonës sakt, vazhdojnë hapat e studimit me gjeofizik, që është metodë më avancuar, dhe metoda më avancuar e hulumtimit janë shpimet e thella. Shpimet e thella që bëhen varësisht në sa metra mendojmë që është trupi kryesor. Deri në këtë fazë arrihet për një periudhë caktuar kohore, edhe për me kalu në prodhim tani janë do procedura tjera që duhet më kompletu për me pas drejtën me arrit në prodhim. Për shembull duhet më kry studimet e pre-fizibilitetit, studimet e fizibilitetit për me ditë a është ekonomik më nxjerr sasia arit në qatë hapësira nuk është ekonomike. Nëse veç vlerësohet që është ekonomike, mas ne i kalon në prodhim projekti. Edhe në momentin që kalon në prodhim, është për shembull shkritoret, ndërtohen shkritoret, edhe merret masa e madhe shkëmbore, edhe varësisht prej shkritorës ose prej llojit të shkëmbit, mundet me u nxjerr sasi e caktuar në arit. Për shembull ka shkëmbin që mbi 50% arit nuk mundesh me nxjerr. Ose ka pajisje që nëse janë pajisjet e vjetra, mbi 70% nuk mundesh me nxjerr të arit. Tash në shkritore thërmohen copat, edhe shkrihen, edhe ndahet veçmas ari ose bakri ose argjendi çkado që kemi gjetë çka do që jemi të interesuar me nxjerr për prodhimet, edhe ndahet veçmas mbetjet. Tash masa e arit që nxjerret, vazhdon tutje shkrihet edhe përpunohen pllakat e arit ose çfarë do forme që është e dëshirueshme me ia dhënë. Që kjo është kryesisht procesi përmes cilit është faza e parë e hulumtimit, domethënë, dhe kalon deri te faza e prodhimit, shkrirja edhe vazhdimi tutje në treg. A mendoni se Trepça menaxhohet ashtu siç e meriton? Na zamire dina që Trepça i ka pas do vite të arta, edhe padyshim që u ka ndër faktorët kryesorë të zhvillimit ekonomik në Kosovë në vitet e saj të arta. Po, si gjeologe, konsideroj që ka pas ngecje të shumta në këtë aspekt Trepça për shkak se nuk është investuar mjaftueshëm. Edhe Trepça aktualisht është në situatë që pagat e punëtorëve të vet me prodhimin e vet nuk mundet me mbulu. Domethënë është në barçë shumë të madh ndaj shtetit, edhe është në situatë shumë të rënduar ekonomike. Tash, pse vjen kjo? Kjo vjen si rezultat i disa aspekteve të ndryshme, po ndër faktorët kryesorë është që Trepça është ndërtuar në vite të hershme. Edhe pajisjet që i kanë pas janë pajisjet e njëjta që kanë mbet hala. Tash pajisjet janë tepër të vjetra. Që ato që Trepça e nxjerr prej nën tokës, domethënë, edhe çon proces me përpunu tutje, pajisjet janë shumë të vjetra. Edhe nëse në 2025 pajisjet mujnë me nxjerr 80%, 90% të plumbit edhe të zinkut, pajisjet e Trepçës janë qaq të vjetra sa për shembull mujnë me nxjerr as gjysmën e plumbit pe masës shkëmbore që nxjerrin. Edhe kjo çon vazhdimisht në humbje. Kështu që unë e konsideroj që nëse Trepça kish pranu investitor, edhe kish pranu investime, gjendja e saj kish mujt mund ndryshu plotësisht se Trepça shumë e pasun. Zonat që i posedon Trepça janë zonat pasuna dhe ka potencial për zhvillim tutje.
Sa është i madh rreziku nga mbetjet që lihen pas përpunimit të mineraleve? Rreziku prej mbetjeve është shumë i madh. Varësisht çka është nxjerr prej aty në mbetjeve dhe çka është përpunu, mbetjet përgjithsisht konsiderohen si shumë të rrezikshme. Për shembull, e kena zonën e mbetjeve të Trepqës, qysh e thash ma herët, pajisja e Trepqa e ka shumë të vjetra edhe për shembull arrin me shkrive gjysmën e plumbit, gjysmën e zinkut, edhe krejt çka metë tjetër konsiderohet si mbetje. Tash Trepqa keq ato mbetje duhet me i deponu dikon. Edhe kanë gjetë lokacione të ndryshme në Kosovë ku deponohen mbetjet. Tash për shembull një ndër mbetjet ma të pasuna, ma të mëdhaja, konsiderohet që janë mbetjet në Kelmend. Edhe mbetjet në Kelmend janë pak nalt në Kodër, edhe poshtë është qyteti i Mitrovicës. Tash veç nëse shkon te mbetjet në Kelmend, ajo zonë ka shumë sulfur, ka shumë hekur, domethënë veç pi erës mundesh me ndjej sulfurin sa prezent është. Edhe sulfuri është shumë i dëmshëm për shëndetin e njerit. Nëse ti shkon te mbetjet në Kelmend, edhe rrin veç gjysmore, mas gjysmore ka rrezik që je helmu edhe me shumë gjasa ke me përfundu në spital. Se sulfuri është shumë i dëmshëm. Tash për shembull çka ndodh në Mitrovicë, në Kelmend, sa herë që fryni erë, këtë mbetjet i bardh në qytet Mitrovicës poshtë. Edhe veç nëse shkon ti në qytet Mitrovicës, ki me ndjej erën e sulfurit, që është shumë i dëmshëm. Tash për shembull çka kish mujt me bot Trepqa, që zakonisht bote në vende tjera të botës, kompanitë ndryshme në botë që mujnë me përpunu ma shumë hala mbetjen, kishin mujt me i ble mbetjet e Trepqës, njëjtën kohë ish pastru mjedisi edhe ish mbrojt mjedisi, po edhe kish përfitu Trepqa dhe shteti. Po fatkeqësisht Trepqa i ka blloku mbetjet edhe është shumë e rrezikshme për shkak se mbetjet janë të kërcënu shumë qytetin e Mitrovicës. Padyshim që edhe vende tjera ku ka mbetje për shkak se ka mbetje edhe në Kishnicë, në Artan, po aty afër nuk ka shumë banor edhe pozita është që nuk i arrin sulfuri shumë vendbanimet për shkak se janë ma anash. Ama pozita në Kelmend qysh është direkt komplet, një erë let nëse fryn komplet sulfurin e bardh qytet poshtë dhe shumë i dëmshëm. Kështu që mbetjet janë shumë dëmshme, duhet me gjetë metodat ndryshme ose me i shit në shtetet jashtme e me vazhdu me përpunu ato, edhe me i largu pi mjedisit tonë ose duhet me umbulu me diçka që mos me rreziku shëndetin e banorëve përreth. A mjafton të kemi pasuri natyrore apo menaxhimi i tyre është vendimtar për suksesin ekonomik? Është e kohët me pas pasuri natyrore nëse i varros edhe nëse nuk i shfrytëzon. Do me thonë çfarë përfitimi e ki ti prej tyne. Për me u zhvillu një shtet, padyshim që duhet me i shfrytëzu resurset natyrore aq sa ki kapacitet. Kosovë ka zona shumë të mira me are, edhe ka zona shumë të mira me zehe dhe me minerale tjera të vlefshme, po fatkeqësisht shtetin nuk është u punu në atë drejtim. Do me thonë, unë thash ma herët që Trepqa është shumë e pasun, po menaxhimi ju i duan, ka shkaktu që Trepqa me pas ngecje të jashtëzakonshme. Sjellja e investitorëve të huaj, investimin që të fush se Kosova është shumë e pasën me zehe minerale. Për shembull, nëse ti nuk investon pasunin tane, ti veç je tu e varros. Do me thonë, ti nuk je tu bë kurrë në drejtim. Nëse na e marrim për shembull aren. Çmimi i arit për momentin është çmimi më i lartë në historitë të njerëzimit. Do me thonë, e ka arrit kulmin. Është kulmi i çmimit të arit në botë. Tash për shembull, ti qtash si Kosovë, si shtet, e ki mundësin me investu bashkë në are. Do me thonë, nëse ti qëtash kishe fillu me investu, me studiu zonat ku i ki are, ose me pru investitor tjerë. Nëse nuk i kapacitet si shtet, mjafton me pru investitor tjerë. Me i hulumtu zonat me are, me i studiu zonat me are, sa ka kapacitet, sa ka resurse, edhe me janis edhe me produt pakten. Ti paramendoje me çmimin e are që është aktualisht në treg, që ka kishe mujt me ndiku pozitivisht në ekonominë e shtetit. Do me thonë, përfitimi i shkon i jashtëzakonshëm. Po, fatkeqësisht, jemi me një blokadë totale të institucioneve, fatkeqësisht institucionet relevante përgjegjëse për minjera dhe licencim për hulumtime janë jo funksionale komplet, edhe nuk e di sa mirë. Do me thonë, shteti është në blokadë totale, e kemi momentin këç që mujna me investu në are, në zehet ndryshme, edhe me zhvillu shtetin ekonomikisht, na jemi në blokadë totale. Do me thonë, institucionet janë jashtë funksionit, investitorët janë shumë të interesuar për me ardhur në Kosovë dhe me hulumtu tutje, po nuk janë të marrë përgjigje për institucioneve dhe Kosova është në rrezik shumë të madh për me i hupi investitorët në fushën e minjerave. A keni ndonjëherë të lashe gjatë punës tuaj në terren nga qytetarët? Jo, fatmirësisht
popullata vendase janë shumë ikprica, na e kena edhe në traditë domethënë mikpritjen, janë shumë ikprica, munohen me të ndihmu shumë, edhe mira jonë është që na edhe kur dalim terren domethënë e kemi licencën prej institucioneve, domethënë që kemi drejt me hulumtu qatë zonë, edhe në momentin që shkojnë licencën, jo, nuk të bojnë probleme, janë shumë qetë, janë shumë ikprica, munohen me të dhënë shumë informata, për shembull kemi pas zona caktuar ku shkojshëm, edhe u kanë një bari me kopenet i deleve, edhe unë alo me pyet për do lokacionet caktune, tunele e minjera që janë kanë domethënë para shumë vjetëve. Edhe të kënaq ai entuziazmi i popullsisë, se për shembull ai bariu na bëj ke kjo tokë krejt allton është. Domethënë edhe popullsia prej informatave që janë bart prej gjyshit e babgjyshit e tutje, domethënë e kanë informatën që është zona, është toka e pasën, Kosova është e pasën. Edhe për çata mendoj që janë shumë përkras, janë shumë bështetës, mundohen me të ndihmu me çka do që është e nevojshme, po edhe na për shembull si kompani, kur jemi në fushat hulumtimit, mundohem që me punësu prej popullatës lokale. Për shembull, nëse jemi tu hulumtu në Slivov, edhe nëse kemi hapësinë për me marrë punëtor prej popullatës lokale, gjithmonë i marrim prej aty. Për shembull, kemi fazat hulumtimit trenqa, hapja kanaleve. Është për çat hapjet kanaleve nuk është e nevojshme me pas ekspert fushës. Mjafton me pas punëtor ditor, edhe edhe për me forcu ekonominë lokale, po edhe për nevojat tona, domethënë, punësojna prej popullatës lokale, edhe ndajemi të kënaqur dy palët. Sa vlerësohet sot profesioni i gjeologut në Kosovë dhe a ka interesim nga të rinjt për këtë fushë? Profesioni i gjeologut në botë është shumë i vlefshëm. Domethënë është ndër profesionet kryesore, është i vlerësuar njerëzakonisht, pozitat më të mira, më të rëndësishme, më kyçe ju japen gjeologëve. Edhe në shtetet jashtme mundohen me marr profesionista për një fushë caktuar. Kosovë fatkeqësisht është e kundërta. Në Kosovë kemi aktualisht, qysh e thash, një blokadë totale të institucioneve. Kompanitë nuk janë të funksionu për shkak se nuk ka pothuajse asnjë licencë aktive të hulumtimit. Edhe shumica kompanive që janë kanë në fushën e hulumtimit kanë shku drejt mbylljes. Domethënë në Kosovë hapësina për me u profesionalizu, gjeologët janë shumë të vogla, edhe janë të reduktu vazhdimisht. Interesi studentëve fatkeqësisht ka rati për shumë. Në Kosovë, në Universitetin e Mitrovicës, veç në Universitetin e Mitrovicës, është fakulteti gjeologjisë, edhe sa kemi diskutuar me profesorat e fakultetit gjeologjisë, kanë thonë që rania e numrit studentëve është drastike. Domethënë kanë thonë që prej para 10 vjetëve, 20 vjetëve, nëse kanë pas 100 studenta, 150 studenta në vit parë, tash kanë rënë 5 studenta, 7 studenta ose 3 studenta. Domethënë është rënje drastike. Tash pse po ndodh kjo? Po ndodh për shkak të bllokimit të tregut, për shkak të mundësive shumë të reduktuara të punësimit, edhe për shkak që në Kosovë nuk vlerësohet. Nuk vlerësohet si profesion, edhe konsideroj që shihet si profesion që krejt çka mundesh me bë është me punu ndaj kurthys diçka, jo diçka tjetër. Ama nëse kishe dalë në vende të ndryshme të botës, edhe kishe pa çfarë perspektive ka profesioni gjeologut, është e jashtëzakonshme. Po në Kosovë jo, mungojnë metodologji të ndryshme për me nxit studentat me studiu këtë fushë, mungon tregu i punës, edhe kjo po shkakton që gjithmonë tutje me pas reduktim të numrit të studentave edhe të njerëzve të interesuar për gjeologji. Rina, për fund, si do ta përshkruanit me një fjali lidhjen tuaj personale me tokën dhe gurin? Unë jam shumë e lidhur me tokën Zamir, jam shumë e lidhur për shkak se është diçka që e kam mësuar dhe kam studiuar me vitet tona, edhe padyshim që nuk mundesh mos mu lidh me një aspekt tjetër që e ki pjesë ditës non-stop. Po që kisha marrë shembullin më të mirë, domethënë sa lidhun jo me gurin konkret, është unë kam një djalë vogël, Othmanin, ai ka 2 vjet e 1 muaj, edhe qatë shumë që më ka po mu, domethënë kudo që shkojna, tu i këqyr gur, tu mbledh gur, tu marr gur në kerr. Edhe ai domethënë si të shani gur, e çojshëm në park, në kopsht, edhe më vjen sa me u merr me lodra me fëmijë, ai veç të gur domethënë, ton kom veç mbledh ke gur. Mendoj që lidhja është shumë e madhe, është jashtëzakonshme, është profesion që du shumë, është profesion që e ndjej shumë, është profesion që shumë pëlqen. Edhe padyshim që kisha pas qef me përcjell tutje edhe te pasardhësit e mi për shkak se është fushë sinqerisht shumë e vlefshme.
domethënë e meta është që në Kosovë nuk po investohet mjaftueshëm, po ka perspektivë shumë të madhe për këtë fushë. Edhe mbi gjitha është diçka që na jena pjesë e natyrës, na jena pjesë e tokës. Nëse nuk e studiojna që ta ku jena, atëherë çka mujna me thonë për aspekte tjera. Lina, faleminderit shumë që ishe në narracion. Faleminderit shumë për ftesën.